Ti duhesh me qenë një anë dhe ti duhesh me ditë çka me bë, duhet me ditë momentumet unë mendoj që diplomacia kosovare ka humb disa momentume në këtë rast me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një prej gabimeve të cilat e kanë vrejt vazhdimisht ka qenë mbajtja anë e politikës kosovare, madje edhe të Shqipërisë, ndoshta edhe këtu të Maqedonisë, për kandidatët prezident në SBA, që është gabim trashanik, nuk ka guxuar me ndodh. Çka po përzihesh? Po, domethënë kanë marrë pjesë në konventat kombëtare të tyre dhe edhe në këto zgjedhje kemi pas kryeministrin Kurti në konventin e demokratëve që ka marrë pjesë, që ka qenë gabim, se tek fundi ato janë zgjedhje brenda një shteti, se s'ke nevojë të mja marrë tonë në asnjë partia. Po edhe nuk çon pesh. Tek fundit rasti i Kosovës, si në kohën e presidentit Clinton, intervenimi i NATO, si në kohën e pavarësisë Kosovës, në kohën e George Bushit, gjithherë s'ka pas rëndësi cila parti politike vjen. Në fund të fundit, nëse qeveria e Kosovës nuk e ka dashur Trumpin si president dhe ka lobuar ose ka dëshiruar që të vjen në pushtet, që të vjen atëherë herën e parë Hillary Clinton dhe dështoi, atëherë eksperienca e keqe e qeverisë me atë administrat, kur erdhi Biden në pushtet, tash i kemi 4 vite të Biden në pushtet në shtëpinë e bardhë. Çka boni qeveria e Kosovës, çka përfitoi Kosova prej kësaj administrate, kur ti shkon prap edhe në konventin kombëtar të demokratëve, edhe për me fitu demokratët se është më mirë për Kosovën. Po ti që 4 vjet ke në qeveri, edhe në qeveri e patë një president të Amerikës, i cili ka vizitu Kosovën, e ka njoft Kosovën edhe duke qenë si zëvendës president i Obamës, e ka njoft Kosovën shumë mirë. Një rrugë në Kosovë ka emrin e djalit tij i cili ka vdekur, e që më herët ka shërbyer në Kosovë, ka qenë më i lidhur emocionalisht me Kosovën, dhe ti s'ke mujt me kapitalizu, s'ke mujt me materializu këtë raport me atë president. Tash, çfarë rëndësie ka nëse kishte me ardhur presidente Kamala Harris, për shembull, e jo Trumpi? Kur farë rëndësie s'ka? Domethënë, problemi nuk është te Washingtoni ose te Brukseli. Problemi është te ne duhet me vazhdu që politika e Brukselit, e Washingtonit, me dëshiru me bashkëpunu me neve. Ne duhet me ndryshu qasjen tonë të qeverisjes dhe mos me prit shtetet të ndryshojnë. Tek e fundi që thamë ato në fillim të Churchillit, janë interesat. Ti duhesh me tregu çka prodhon sot Kosova, çka prodhojnë shtetet e rajonit.